Në vendin tonë mbretëron konfuzioni I 5 anarkive. E para, anarkia fetare. 4 fe të ndryshme që nuk kanë zënë rënjë në zemrën e një populli pagan. E dyta, anarkia sociale. Këtu s'ka as klas bilerësh, as klas buqësh, as klas burzhuazie. Këtu bujku është më bej se beu, dhe beu më bujk se bujku. Kemi një shembull të bukur për Partinë Popullore, e cila sot mbahet në fuqi prej belerëve nga oxhakët më të vjetër, kurse antarët e saj lëvdohen se kanë shpëtuar prej belerëve. E treta, anarkia morale. Këtu qeni nuk e njeh të zonë. Këtu karakteret dobësohen, qullosen dhe ndërrojnë forme ngjyrë nga dita në ditë si në kaleidoskop. Këtu ambicet janë pa fre, pa kufi. Këtu I paditur I di të gjitha, dhe I pazoti është I Zoti për të gjitha. E katërta, anarkia patriotike. Këtu, brenda një dite si për magji, tradhëtori bëhet patriot dhe patrioti tradhëtor. Këtu shohim përpara syve tanë të kapardisen si patriotë të mëdhenj, ata që kanë luftuar për harfet dhe flamurin e babës, që kanë djegur Shqipërinë e mesme, ose që janë puthur me andartët e I kanë ndihmuar të shenjtërojnë anën mban Toskërinë. Këtu, si më thoshte një mik, është më mirë që njeriu të jetë tradhtar e të shikojë interesat e tij, sepse kështu do të jetë I sigurt që të nesërmen do të proklamohet patriot I madh. E pesta, anarkia e idealeve. Këtu idealet e shtrembura, të errta e të mumifikuara të fanarit të Buhares, përfyten e përleshen për jeta vdekje me idealet e gjalla, me elegantët e më të ndritshmet e perëndimit. Na mungojnë vetëm idealet e antropofagëve, po për të zënë vendin e tyre, kemi koltukofagët, krimba të verdh me kokë të zezë, që rriten në plagët e infektuara të Shqipërisë në lëngim, këpusha që mund t'i coptosh, por jo t'i shqitesh nga trupi që kafshojnë dhe thëthin. Herodi tregon se në betejën navale të Salaminës, një Athinas, kapi një anije persiane me dorën e djathtë dhe se lëshonte. Gjersa ja pren, e atëherë e kapi me dorën e mëngjër. Ja pren dhe këtë. Atëherë e kapi me dhëmbë dhe se lëshonte, gjersa I pren kokën. Sikur të ngjallej Herodi, përsëri do të shikonte që koltukofagët tanë janë më të fortë se ky tregim legjendar I vjetërsisë antike. Që ti të shqitesh këta tanët nga koltuku, duhet I presësh jo vetëm duart e kokën, por edhe këmbët dhe trupin. Mirëmbrëma nderuar të shikues, dhe mirë se keni ardhur në Shqip në Top Channel dhe këtë të ënë. Jemi sonte për të kuptuar më mirë problemin edhe zgjidhjen e problemit të Tiranës, sepse nuk bëhet fjalë thjesht për zgjedhjet e Tiranës, bëhet fjalë për zgjedhjet e një kryeqyteti I cili është në qendër të vëmendjes së të gjithëve. Një kryeqyteti I cili ka përgjegjësi për Prishtinën, për Tetovën, për Çamërinë, për Arbreshët, për Preshevarët, për Ulqinakët e për shqiptarët kudo janë ata. Andaj do të përpiqemi sonte ta shohim zgjidhjen e problemit të Tiranës jo lokalisht, por duke e parë nga larg edhe në një tjetër mënyrë, duke e parë si një problem të zgjedhjeve dhe zgjidhjeve të shqiptarëve. Përse I prishin zgjedhjet shqiptarët është një pyetje. Është një pyetje për të ndarë sonte me një panel I cili më nderon, edhe unë po e prezantoj më njëherë. Kam zotin Adem Demaçi, ka ardhur nga Prishtina për këtë emision, është veprimtar politik I shquar, është Mandela I Europës, thonë në fakt, jo vetëm I Kosovës, zoti Demaçi. Nuk përzihem çka thonë të tjerë për mua. Por më nderoni në këtë ardhje në studion nderonit Shqip në Top Channel gjithashtu. Ka ardhur gjithashtu nga Maqedonia një mik I emisionit Shqip, një Kim Mehmeti, I cili më ndihmoi ta ideojmë gjithashtu këtë emision, edhe pse është shkrimtar, edhe pse është veprimtar politik, por edhe sepse është drejtues I Top Channel, I zyrës informacionit Top Channel në Maqedoni. Kënaqësi që jemi bashkë, zoti Mehmeti. Kam obligim. Dhe kam gjithashtu për herë të parë në fakt në studion e Shqipit zotin Daud Gumeni, shkrimtar dhe veprimtar politik. Jam gjithashtu e nderuar zoti Gumeni. Mirë se keni ardhur. E përbashkëta e të treve është jo vetëm qenë veprimtar politik edhe qytetar, sepse në fakt është veprimtar politik në kohërat mira, është e lehtë, në kohërat qija është e vështirë dhe prandaj kërkon qytetari, por edhe sepse jeni shkrimtar.
jeni nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, edhe doja që së bashku të mund të shikonim jo vetëm problemin ton, sepse jo vetëm ne kemi probleme, keni dhe ju në Prishtinë, keni dhe ju në Maqedoni. I kemi të ngjashme, i importojmë, edhe zgjidhjet do të duhen mbas të kishim bashkë. Por për të pyetur në nisje, kemi që heqim shumë fanolit nga çfarë ka thënë 88 vite më parë? Jo, unë vetëm do të kisha lutur Top Channelin, me që të tjerat kanale nuk janë kujtuar të i bëjnë këto që i bëri Top Channeli, që të paktën një muaj një herë të i përsëris këto në ekranin e vetë, sepse intelektualit tanë po pritojnë të lexojnë, po pritojnë të mendojnë, e ndoshta ata të tjerët të cilët kërkojnë një krahasim me dikur, mos të mendojnë se dikur ka qenë fort më ndryshe se sot. Do me thonë, ne si komp nuk kemi ndryshuar shumë, aq sa ka dëshiruar ata që kanë dhënë jetën për këtë komp. Mirë po, me gjithate unë mendoj se sot fanolin, fishtën, e disa poetë të mëdhej, e disa shkrimtar të mëdhej, Konicën, do duhet ti dëgjonim shpesh dhe këto ekranet tona do duhet të jepnin vend më shumë, sepse shumë serialeve të kota që i shikojnë e i japin edhe më shumë bëjnë dam se sa që bëjnë mirë. Kështu që nuk janë përgjegjës vetëm këta, për të cilit sot do të hapim ne një debat me dy miqët e mi të mëdhej këtu, po janë njëkohësisht fajtore dhe gjitha këto medjet tona në hapësirën shqiptare. Unë nuk kam dëshirë të them nga Maqedonia, nga Kosova, nga kështu, po ne të gjithë jemi nga hapësira shqiptare që androjmë që këtë hapësirë shqiptare ta bëjmë edhe tokë shqiptare, ta bëjmë edhe shtet shqiptar, po me mjetet të sotshme. Jo dikur na duhet të vdisnin për një fjalë, për një libër, për një germ. Sot kemi mundësi, sepse bota është në zgjim, shikoni ju, edhe atë botën e mykur arabe atje, se si në fund shpërtheu atje dhe s'ka fuqi që i ndalë, kurse ne këtu në qendër të Evropës, në qendër të kulturës evropiane, në këtë Ballkanin tonë, fqi me grekët që s'na pranojnë ne, mendoj se nëse këto media, në cilat edhe Top Channeli, do të rreshtoheshin sipas kriterit kombëtar dhe në veprimin e tyre të kishin parasysh vazhdimisht kriterin kombëtar, i cili na është rënuar, është rrëzuar, është kelur, është harruar keqësisht, unë besoj se do të bëni punë shumë të madhe. Po, në fakt, para se t'ja fjalën në Zoti Gumeni, shka që po e mendoja, nuk e di nëse është e udhës ta them, po vërtet është një ndjesie veçantë, është emocion, është nderim, është përulje, është respekt fakti që unë jam mes ju të dyve, ndërkohë që të dy ju bashkë pothuajse keni bërë gati 50 vite burg, po t'i mbledhësh. Unë nuk besoj që ka qenë burg, ajo ka qenë luftë e jona për të ardhur në këtë situatë sot që ne të mund të flasim lirisht, të na shikojnë lirisht dhe të guxojmë, të mendojmë dhe të dëshirojmë atë që dëshiruan ata që ranë. E kjo është pyetja. Të burgosesh për liri, të ikin vitet në mungesë të lirisë, në emër të një fjale që se thua dot, dhe të jetosh i lirë në një kohë kur fjale s'ka pesh. Është kjo dileme e madhe, Zoti Gumeni? Kur dëgjon Nolin e shikon që asgjë s'ka ndryshuar? Për të vijuar atje ku e la baca, mua më vjen mirë që hapja do mbetet me bukura e emisionit. Edhe duke qenë se është Noli ai që keni zgjedhur, nderon jo vetëm emisionin, më vjen mirë që ajo shëntërimi të shkrisë të bëhet siç duhet, është shkretimi të shkrisë, si thot ai atje, ka një gabim. Gabimi, yes. Jo, nuk besoj të jetë, juaj do jetë në internet e hedhur keq, se e kam parë dhe në internet. Dhe Buharaja është Buharaja. Kaq sa për të qenë në rregull me Peshkopin, me Nolin. Ai nuk është vetëm peshkopsh i shqiptarizmës. Mas paku ishte peshkop. Është peshkop në të gjitha fushat me të cilat të muar. Peshkopja e detarizmës. Është gëzim i madh
të jesh pjesë e një populli që nxjerr vigant të tillë, sikurse është trishtim i madh për mua që dhe pas një shekulli të jemi me po atë smundi. Dhe ndoshta me që e filluam me një luftëtar të madh për të vërtetën e për përparimin, është mirë që ti pranojmë gjërat me emrin e tyre. Për mua, një nga arsyet pse kemi mbetur edhe pas 100 vjetëve atje ku që Shqipëria e kohës së Nolit, është se ne trëmemi të pranojmë se ku jemi. Dhe ajo është një lloj pengore që nuk na lë të ecim. Duhet të pranojmë që edhe pas 100 vjetëve ne nuk jemi, sikur se tha Baca me urtësi, nuk jemi më larg se ç'kemi qenë. Atëherë s'kemi arsye përse të mburremi. Vetëm lashtësia e trollit nuk mjafton për të thënë që jemi populli më i bukur i botës. Populli më i mirë i botës, e më i mrekullueshëm i botës, ne na thonë komandantët e fandaksur për të na vënë më mirë në radhë, pas jemi hiç më të mirë të botës. Dhe këtë duhet ta themi pa u skuqur, duhet ta themi haptazi. Të pranosh të vërtetë është dinjitet. Ata që trëmen nga e vërtetë, më mirë të hiqen më njanë. Dhe në qoftë se më lejojnë Baca me mikun tjetër, Kimin, që të mos ha minuta. Për mua cenet tona kanë edhe bazë historike. Ne kemi pasur gjithë një pozicionin në bryll të erërave, do thoshin ato plakat e maleve të mia, që e din shqipen më mirë se unë, sepse kemi qenë gjithë një në kufit perandorive të mëdha. Bile aq e vërtet është kjo sa dhe trashëgimtari fundit i diktaturës, mburrej që ne nuk kemi as lindje as perëndim dhe ishte gati sikur na thoshte ne s'kemi as mish as peshk. Mos e marr vesh se si mund të mburret njeriu me këtë që s'jam as lindje as perëndim. Çfarë jetë? Megjithatë, kjo ka patur ndikimet e veta. Kemi fituar cenet e pakicave kufitare. Dihet se cilat janë cenet e pakicave që nuk e dinë se kush është në darkë sundimtari e kush është në mëngjes, në kufi. Ne duke qenë në ndryshninë e atyre që kanë marrë gjysmë në territoreve tonë. Kemi marrë cenet e pakicave, sikur se duke shpëtuar të izoluar, kemi marrë dhe cenet e izolimit. Gati mburremi dhe sot me tipare tribale. Bile është për të ardhur keqe për të vënë duart në kokë që ka edhe udhëheqës që kërkojnë duke deformuar të gjitha ato që kërkon sistemi i ri, ku kemi 20 vjet që bërtasim kemi futur, për mua s'kemi hyrë akoma. Sistemi demokratik, duke deformuar çdo gjë të sistemit demokratik, kanë bindjen ose inshallah unë jam e gabuar që duke na ritribalizuar shoqërinë do mbetëm përjetësisht në pushtet. Nuk është kjo ajo që kërkon koha, nuk është kjo ajo që shtruat ju për zgjidhje të paktën. Që të zgjidhen problemet duhen njohur. Dhe ne më duket se i futim teshat e palara nën tryez ose nën sofran, me që kemi sofrën në simbol të tryezën, duke harruar që teshat nën sofran, qelben jo vetëm shtëpi, po qelben më hallë. E pastaj s'na kafa njeri kur thonë bie erë nga Shqipëria. Bile aq e vërtet është kjo sa pati dhe media që kujtuan se na mburri ambasadori i nderuar i Hollandës, i mbretërisë Hollandës, kur i thanë pse vajten filan njësi vetëm. Atje binte erë demokracisë shqiptare më mirë se kudo. Dhe mjafton kjo për të marrë vesh se ku jemi tani, kurse gjysma e medjave tona thonë na mburri ne kemi kaluar demokracinë e Hollandës, se na tha që bie erë demokracia juaj. Zoti Mehmeti. Që të dhe, më njerë jemi nderuar të në këtë përbërje të flasë dhe kjo më obligon të jem pak edhe më i kujdesëm se që di unë të jem në për emisionet e këtila. Gjithsesi, se unë edhe si ma i ri këtu në moshe kam përshtypjen se ne tërkohën jetojmë në kohrat e konicës edhe të nolit, po gjithë një më pak kemi konica dhe nola. Dhe mendoj se këtu qëndron probleme. Pastaj, ne kur flasim për popullin, duhet sqaruar një gjë, bërë sipas me. Populli është ai që është, mirë po një popull matet nëpërmjet asaj se sa është mençuria e tij. A mençuria e tij janë elitat kulturore, elitat politike, elitat shkencore. Unë mendoj se te populli shqiptar ndodhe ajo që këto elitat teknike shkuan përpara. S'mund aty njeriu të gjejë të meta. Mirë po elitat e urtësisë, disi u zhdukën,
i hangri dikush, nuk u krijua hapësirë për ata. Kjo mund të ketë shumë shpjegime. Një ndër shpjegimet është edhe ai se shoqëritë shqiptare thuajse askund nuk rritën në mënyrë të natyrshme, por prej mbretërisë që ishte një shkallë, do të thoj atje, një feudalizmi, kaloi një komunizëm që mbeti i paqartë. Unë tani ndoshta mund edhe ta teproj, mirë po, unë mendoj se populli ynë ende nuk është popull institucional. Në cilin kontekst? Populli shqiptar, gjerë më sot, nuk ka pas mundësi të ushtroj atë, si të them, relacionin e tij ndaj institucionit. Shkaku i këtyre shkallëve që i kemi kaluar pa natyrshëm, a në natyrë asgjë nuk bëhet me kërcime, shprastinat mbeten. Pastaj, ne kur flasim për popullin shqiptar si tërësi, ne duhet ta pranojmë se 40 vite do të thojë u ndërtuan dy konstrukte. Ne jemi një popull, ne flasim një gjuhë, gjitha këto qëndrojnë. Mirë po u ndërtuan dy konstrukte mentale të cilët kishin ndërprerje në lidhje dhe neve na duhet një periudhë vetnjohjes. E treta dhe e fundit, nuk duhet kur harruar. Populli shqiptar në Ballkan është si popull bonjak, jetim, te ne thonë. I vetmuar. Pse? Ai nuk ka as kusheri rreth vetes. Në cilën do kontekst ta shikoni ai nuk ka. Edhe, ju nëse e shihni edhe një fëmijë i tillë edhe në një fshat kur rritet, ai ka dy prirje, o të ngjitet me matë pasurin o me matë fuqishmin. Edhe harxhon shumë energji në këtë, edhe ai bile vjen një kohë kur edhe nuk mendon më tutje se kaq. Unë mendoj se ne si popull tani kemi arritur, i kemi kaluar këto faza kur lodheshim. Edhe prandaj mes shqiptarëve keni ju pro-grek, pro-sërb, gjithë proti gjeni, pro-turq, pro-evropian, pro-amerikan. Mirë po, pro-shqiptaria nga dalë filloi të shqiptarët të zhduket. Se ne u përqendruam shumë në këtë, se çdo të thonë të huajt për ne. Ne harruam të mendojmë që sot populli ynë për ne, bile edhe për Kim Mehmetin si njeri, që sot fqiu i ti për ne. Ne mburremi kur ndonjë ambasador për shembull na përshëndet rrugës. Mirë po neve vares na bën përshtypje nëse Baca Adem s'të përshëndet. Do me thënë, ne më duket se ka ardhur koha që duhet ta drejtojmë tani shikimin nga vetvetja. Aq më shumë kur pas rënjes së komunizmit, po sa që është në Shqipëri, edhe ishte e kuptueshme. Shumë ndjeshin nevojë njerëzit, gjithë përfshi edhe intelektualet, që mos të ngjajnë si shqiptari, po të ngjajnë si të tjerët, që të tjerët ta na pranojnë se që kanë edhe këta si ne. A ne, Matan Kufirit, këtë e kishim të kaluar se në Maqedoni, kur donte ndonjëri, për shembull edhe mua, që të jep ndonjë grad më shumë, thoshte fol lirshëm me Kimin se ky është si ne. Ai ishte ofendimi më i madh. Do me thënë që të jesh njeri i mirë, që të jesh njeri i mençur, u deshka të bësh si Maqedoni, që ai të pranojë. Mendoj se ne edhe këtë sindrom, posaçë Shqipëria e ka paguar shumë shtret. E ka paguar edhe me një rini që në një farforme gjithë donin të duken, mos t'i dallosh nga italianët, mos t'i dallosh nga të tjerët. Ne mendoj se ka ardhur koha kur ne duhet të fillojmë pak të ngjajmë vetvetes, të jemi vetvetja, atë që e thanë edhe zoti këtu, të mos turprohemi nga vetvetja, si do që të jemi, të tillë si që jemi. Faza e parë, edhe të një individ, edhe të një kolektivitet është ky, të qëndrojmë burshëm përpara pasqyrës. Edhe të thotë, kjo është fytyra ime, me këtë fytyrën do të shkoj tutje. Derisa ne duam të jemi vetëm si të tjerët, derisa ne insistojmë se duhet na pëlqejnë të tjerët, edhe nëse e vëreni ju që posaçërisht në Maqedoni kjo vëret, kjo mendësi, sepse unë jam shkolluar në për shkolla maqedonase. Edhe unë shpesh bëj një ajgare me vetë, them unë edhe sikur të harroja se jam shqiptar, ato më rikujtonin se ta në kohë mësojshin shqiptar. Mirë po, çfarë më habiti kur u ktheva në mjediset shqiptare? Shqiptari i Maqedonisë, posaçërisht politikanës, don të jetë i pëlqyer nga Maqedoni. Mirë po nuk i kushton rëndësisë që mendon për te shqiptari. Sepse neve gjithmonë na duket se i huaji kur na pranon, edhe kur thot ai ky u bë si ne, kemi arritur diçka. A kur të thot një shqiptar se Kimi është bë si unë, ndjesh pak edhe keq. Kjo është shumë. Mirë po thash, edhe do ta mbyll aty.
Mendet e ne kemi të gjitha tiparet, si kolektivitet e fëmijët bonjak, që gjithmonë jeton frigën e asaj se gjithë për rreth edhe mund të bashkohen kundër ti, mund të bëjnë diçka, që është e vërtet, dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm ndaj kësaj. Se ne, Baca Ademe ka përjetuar këtë shumë më mirë. Për shembull, slavët tjerë, kishte slavë që kishin një qëndrim më pozitiv ndaj neve. Mirë, po kur vinte puna për shqiptarin, ato bëheshin gjithë të njëjtë. Sepse ai është një fëmijë vetëm, një popull i vetmuar, të cilin nuk humb shumë nëse e prish, do të thoja muhabetin me atë ftyun tjetër që e ke kusheri nga baba apo nga nana. Po, në fakt, ishte e bukur krahasimi i një fëmijë bonjak me një shtet që ndihet si tillë, por ama jo, edhe si popull ne jemi. Ky popull bonjak po mbush 100 vjeç për një vit. Kështu që do ishte mirë që t'i vinte gishtin mbi disa prej plagëve të tillë, të ti njëra prej cilave dhe e rëndësishme, e cila e ndan një popull tribal nga një popull, nga një kombë demokraci, është vota. Fakti se a shkon vota atje ku duhet shkojë, dhe fakti a mund të ketë zgjedhje normale mes shqiptarësh. Për të vijuar atje ku e la, Miko. Duke ngelur mundësisht në marrëdhënie me njëri tjetrin. Po. Unë do flas më pak. Pa i hequr asgjë, asaj që ne na mungojnë institucionet, ose nuk kemi bërë akoma popull institucional për ta cituar sakt. Ndoshta nuk duhet bërë gjykatësin me popullin, se kur thoshte Regani, unë jam populli, unë s'tem do të më shumë. Pse e them këtë, jo për të qenë populist, po duhet të shikoj mirë se ku i ka rrënjë të keqja, që mundësisht ta shkullim më lehtë. Ne kemi pasur kryeqendrën e shtetit në histori gjithmonë jashtë trojeve shqiptare. 2 herë në Stamboll, 2 herë në Rom, 1 herë në Moskë, bile arritëm dhe në Pekin. Kështu që populli ka të drejtë të ketë një armiqësi me shtetin. Ndoshta është këtu dhe ajo mani që kanë përfaqësuesit tanë që të mos merren me shtetin, po të gjakojnë për pushtetin. Ne që kur krijuam shtetin, ata të shkretët të mëdhenj të patriotë që bën copas si Baca dhe dhanë jetën për këtë vend, qenë spionuar tërë jetën e terrorizuar bashkë nga ata me murë Turqisë që të nesërmen qenë ministrat shtetit të ri, kurse patriotët që bënë Shqipërinë vdiqën pavarë. E po tha, kush do që merret me histori, pa ju hyrë në hak, mund të thotë që ashtu që koha qenë turbullira, një popull në luftë botërore dhe mund të orientohet se popull i vogël. Iku lufta e parë. Erdhi e dyta. Të gjithë belerët e rënë nga vakti, të gjithë klerikët e varfëruar u bën komunist. Pse? Nuk u bën komunist se kishin bindje komunist. Unë kam bindje se ne nuk na e ka fajnë sistemi. Ne kemi një sistem tonin të shpikur nga një kast që di të rroj vetëm me pushtet. Sepse u kthyen nga Bejlurçina, nga ata që thot Peshkopi maf, nga Bejlurçina të rënë nga vakti u kthyen komunistë. Dhe po të kishin zënë Marksin, do ta kishin futur me mua e me Bacën, brenda në burg, se do ta kishin futur si antimarksist. Se nuk jenë as komunist, nuk ka kish fajin komunizm. Iku ajo. Më në fund, bota tha do ndryshoj, siç ndodhi me valën arabe tani, që urojmë të jetë po me ato rezultate që kemi me lindjen e Evropës. Kush dolli në krye të këtyre dukurive aq të mirë pritura nga një popull i tërë, i terrorizuar, i uritur, e visëmur nga 50 vjet diktatorë. Kush dolli në krye tyre? Komunistët po fanatikë që qenë futur dhe në partinë e punës për të vjedhur ministër, nuk kishin besuar as dogmën e tyre. Dhe tani vjen puna i thot dhe një të përndjekur si Baca, ta zot. Të mos merrem me çështje personale, ti je komunist, i thot, pse se i duhet një armik. Dje që armiku i jashtëm dhe i brendshëm, tani të jashtëmit i kemi mundur, se e mundëm imperializmin amerikan. Social-imperializmi sovjetik, po është si puna jonë, edhe atje Putini njëherë bëhet kryeministër, pastaj bëhet president, pastaj kur lodhet president bëhet prapë kryeministër. Nuk është ky tranzicioni. E kam fjalën që me këtë skot pushtetarësh nuk duhet patur mëri, po i duhet thënë e vërteta. Se mëria nuk shëron. Mëria edhe ata nuk i bën më të mirë, kurse bën dot njëri më të keq. S'ke, më mirë mos i fol fare. Ju thatë në fillim të emisionit që vërtet i ka të artë ato që thotë Peshkopi. Po atëre 5 veta ja dëgjonin. Ko tani? Kurse tani le të lëshoj Baca Floris sa të doj, më i mençurisht ai që s'ka mbaruar shkollën fillore, se ai vetë blen 14 doktorata në universitetet tona, edhe ja hedh Bacës përpara, çaj e ti thotë,
ti e vetë ma demdemaci, për shmë duhet mua, unë jam doktor, profesor, thëtë më 25 deg. Edhe s'kam marrua fillon. Pra, e kam fjallën që më ngacmoj Kimi. Institucionet nuk bëhen duke gënjur veten. Institucionet nuk bëhen duke deformuar sistemin, se sistemin se kemi kryuar ne. Vërtet që dhe demokracia, thëtë Churchill, ka të senet e veta. Po na tregoni një sistem më të mirë, ta marrim, thëtë, ky është më i miri që kemi gjetur. Atëre, këtë më të mirin që ka gjithë bota, edhe së shkrijimi ynë, shikjo zotë, se ne dim vetëm të kënaqem me rënime, jo me krijime, ata që krijojnë të krej janë më të përbuzurit, edhe ai që hapi emisionin, ka vdekur si emigrant. Pavarësisht se ai nuk des kur. Po emigrant. Atëre, pse duhet mos të marrim nga mbrapa? Edhe këtyre njerëzve duhet thonë zotëri. Problemet janë këto, dhe zgjidhja fillon tek kthimi të reformat e mirëfillta. Hajde bëjmë reformat mirëfillta, të pranuara nga të gjithë. Pse nuk bëjmë do zgjedhje kemi 20 vjet? Kjo është pyetja. Këta pushtetarë që na përvëlojnë, i lëshojnë dhe ato fjalimet pas, një kuptim si kur Shqipen e kanë gjuhë huaj. Edhe na duket të ne budallëjnë pëse. Lere më dhe ne budallëjnë, na logaritin ata pavarësisht se që jemi ne, që duhet me atyre ne. Ai kur e di që e do kaq shumë populli, pse merr kutit në krah? Të futen në zgjedhje. Ora, i thonë një grup të dënuarisht, një funksionarit sot shumë dhe është turp të thuar. Po dalë, e keni nxjerrë, thotë, këtë të dëmë shpërblimin. Na emni se po vdesë, ta plejtë. Unë ashtë po kam kërkuar se o kërkoj, nuk plasë në emrin tim, po në emër të atyre dhe zëve që janë më plejtë se unë, më të pamundur se unë. Edhe di që tha, ju kena shtin NATO, qka me ju bë tjetër? Po e kuptoj dhe kush e ka thënë. Po mirë, do me thënë ju kena shtin NATO, kish nevoj NATO për ne. Edhe po në shtin NATO, kemi ne nevoj për NATO. Që duhet një të burgosur që me zjetës në rrugës se pas ke shtin NATO. Nuk flitet kështu me hallet e popullit. Po tjetë që duan të bëjnë Karagjozin, le ta bëjnë, po problemet nuk zgjidhen me Karagjozlogjet. Faleminderit që më kujtoj institucionet njërë se i hëngër akoha Bac. Nëse do doja këtu të shtoj, Baca, Baca. Të po jetë dëgjuar. Jo. Sepse po i flisni gjitha ato që ka unë mendoj. Kjo është vetëm shenjë që njerëzit edhe pajtohem me ju plotësisht, kështu që po ma hapni rrugën dhe po ma shkurtoni kohën që do të duhej unë para këtij auditorit nderuar këtu, që na përcjellin këtu në Kosovë. Do të më duhej shumë kohë që në mënyrë kaq të bukur t'i them këto që ka thot zoti Gumeni e që ka thot Kimi. Nuk e harroj kurrat fjalën e Gramenos kur i thonë pse bre po pip. Sa e pip? Thot po shtë bëj. Na u bën një Shqipëri që të na plas zemrën gjithë adetarve e që t'i gëzoj zemrat e gjithë armiqve tanë. Do më thonë, e kishte thonë një poet, e kishte thonë një luftëtar, një adetar. Edhe shpesh herë më sillet kjo në kokën time, mirë po, me gjithate unë do të bëhem avukat i popullit, sepse e di që ju e doni edhe ma shumë se unë popullit, dhe dëshiroj që të mos e fajsojnë popullin në kuptimin pse është kështu si është. Se kështu si jemi bira e fundit e kavallit, themi ne në Kosovat. Jemi shteti në Evropë më i mrapametun me gjitha dhe shteti që mas paku i vjera shtet kur hinë në Shqipëri ose në Kosovë. Kjo është një vërtet që duhet t'ja themi, përse t'ja themi? Se unë e ndi me që nuk jam në për këto partije, në për këto pushtete, në për këto jam vetëm... Si jeni me dëshira, ma? Jam vetëm kryetari lidhë shkrimtarëve. Nuk e humër gjë. Jam kryetari lidhë shkrimtarëve, aty ku s'ka para. Prandaj jam për çdo natë, për çdo ditë në kontakt me njerëz të thjeshtë. Ta dini se ma populli ynë nuk është kalama. Shan, bërtet, proteston, pse ky kështu, pse ky ashtu, basa adem, qa po bëni tek po bëni. Po pa zë. Jo me zë, zoj, shajtë ne. Do me thonë, se është maj populli kalama. Ta është e shë edhe e vetë që diçka së është në regull bre, që është ke punë, ku do që të shkosh, ku janë shqiptarët, s'ka organizim,
s'ka regull, ka shregullim, ka grindën me zveti, kapën për gjërat vogla, i harojnë të mëdhat, mundohen të gjithë të imitoj të hujt. Unë them, more, bota ka nevoj për shqiptar të vërtet, për shqiptar, 100% shqiptar. S'kemi ne pse të turprohemi se jemi kështu. Mas pari, se jemi kështu, se kemi pikën e fajt. Jemi mes dy botrave, dhe ato botra në bën që t'jemi kurrizi atyre dy botra. Edhe lindja dhe perëndimi. Ishim ushtarët më të mirë të Romës për 1000 vjet. Ishim ushtarët më të mirë të Otomanëve për 500 vjet. Ndihmuam, kes ndihmuam. Duke filluar prej grekëve, çka t'ju them unë ju historisë, mund t'ju tregoj se e dini ju vetë, edhe më mirë se unë. Kur ka përfunduar pavarësia e Greqisë, gjysma e deputetëve kanë qenë shqiptarë. Edhe luftën më të madhe kanë bërë shqiptarë. Por sa filluan ta kërkojnë pushtetin, edhe paran, paraja, pushteti, është një element shumë i rrezikshëm. Sidomos për atë i cili ka qenë i pangopur, i etur, që ka qenë vazhdimisht me dëshirat pa plotësuara, dhe ka ardhur në një situatë që i bëhet e mundur të plotësojë dëshirat. Si në pushtet ta me dëshira pa plotësuara? Edhe i plotësohen gjitha dëshirat, ai humbet. Ai fluturon, ndahet nga toka. Edhe është në gjendje të bëjë çfarë i thonë. Vetëm por sa e kërkon, e ka Albini, unë spajtohem me Albini për shumë sende, po e ka një fjalë shumë të mirë, thotë, por sa e kërkojnë baklavan, i zë baklavaj edhe mbeten te. Albin Kurti. Kështu që, po me gjithë atë po them, populli ynë sot është pjek deri në atë shkallë që është momenti i fundit, po edhe koha e dur që t'ja themi të vërtetin. T'ja themi të vërtetin e hidhur se mund ta kapërdi tash ky popull. Ka kapacitet. Përse po them kështu? Po them kështu sepse tjetër i las ka. Po ne populli duhet t'i tregojmë konkretisht si mund të dilet nga kjo. Kjo kërkohet. Gjërat, çdo gjë, nëse do të masësh gjatësinë e mermetrit, e ke kriter metri, që se do të matësh peshën e merr gramin, kilogramin. E në që se do të matësh njeriu, a është as është, a vlen as vlen, është kriteri i kombit. Çfarë bëri dhe çfarë po bën për kombit? Nëse mund ta kthejmë popullin që ta marrë në dorë prap kriterin e kombit dhe t'i vlerësoj gjërat sipas kriterit të kombit, ne kemi shpëtuar popull. Për ndryshe, populli ynë, si tha Kimi, është zhvilluar me kërcime. Ne nuk kemi njoft sistem sklavoprunar. Ilirët nuk kanë dashur që ta fusin në pranga antarin e fisit vetë. E kanë zënë, ose e kanë hangër, ose kanë mytë, ose kanë bëvlla, ose kanë dhënë. Prandaj s'kemi qytetet mëdha ne. Këto qytetet që lavdrohemi ne, jo Durrësi, jo Apollonia, jo këto. Këto janë ose të grekëve ose të romakëve. S'bëm ne shtetet mëdha. Pse? S'kishim shtet në kuptimin e vërtet fjalës. Ilirëve u mjaftonte ai fisi vetë brenda. Aty ishte shteti, aty ishte demokracia, aty ishte kulmi i gjitha të mirave. Nuk arritën ilirët që ta thynin ta shkynin atë mshikzën e fisit, prandaj edhe erdhën romakët një nga një. Fiset ilire i okupuan, i pushtuan, madje arrin që ti hedhin edhe njërin kundër tjetër. Dhe dikur i bën ushtar të mirë, punëtor të mirë, edhe ata e mbajtën Romën, ju e dini historinë, çdo herë ku ka ardhur iliri në krye të Romës, Roma ka prosperuar, ka ecë përpara. Kur ka ra iliri, ka ardhur tjetri, e ka marrë lumi. 6 perandor ne ja kemi thënë Romës, domethënë kaq romak jemi bërë, sa që kemi mri të japim 6 perandor Romës. Sikur të mrinim ne të japni për shembull këtyre popujve të tjerë 6 kryetarë shtetesh të tjerë. Turqisë ma i kemi dhënë sa njerëz i kemi dhënë ne kryetarë qeverishe poshtë të tjetër. Pra, ku është puna? Puna është që se s'bëm një ushtarë të mirë Shqipërisë, më të se thej, jemi ushtarë të mirë të Romës, nuk na lanë o zotëri, s'na lanë vetëm. Vazhdimisht ne na shkonin dhe na vinin pushtues më të organizuar se ne. Pse? Që kishin shtet. Ne s'kishim shtet. Se ata që patën shtet, ata patën ushtri, patën polici,
patën spionazh, patën alfabet, patën shkolla, patën njerëz të cilët dietarë që i manin e përoborët e mbretërve të ndryshëm që i mësoni çfarë të bënin tek ban. Ne jo, Iliri vinte të bante lutë me diken, i thonë, Daud, merre shpatën, me çka luftojnë atë koha, heshtena, se na erdhen ta ti luftojnë. I ishtin, marron të lufta, pastaj Daud i merrte shkopin edhe rrute ditë. Edhe ata i thonin, nuk i thonin ma komandant, po i thonin, Daud, si je ku je, si shkon? E bëra një fluturim të madh në histori. Për fluturimet të mëdha jemi sonte këtu. Për të treguar se ne që jemi kështu nuk jemi kot, nuk jemi rasisht. Erdhën turqit na grahen me të vetën. Erdhën slavët na grahen me të vetën. Erdhën këta më të voglit, më të vonshmit, edhe këta u munduan të na grahen me vetën. Edhe tash ne në Kosovë na kanë ardhur prapë të ujtë, a disa na thonë të ujtë. Lëni punën e politikës e punën e poshtë për shtetit tani. Shikoni çka do të hani, çka do të pini, të jetoni. Harroni historinë, tha. Ishte njëri një fat e kishte emrin, isha unë me dotri atje dhe ai mbajti ligjëratë dhe esenca e asaj ligjërate që kishin dërguar nga Evropa të na mësonte neve si duhet jetojmë. Esenca ishte që harrojnë të kaluarën, harrojnë historisë. S'ka e duhet. Shikoni të sosme. Të vim, më falë. Të vim në qikë më afër në histori, batë. Edhe, po, e krema. Vetëm vim me njerë mbas pjesës së parë. E krema. Me njerë afër, sepse për të ardhur afër jemi. E krema. Do kemi kohë për të folur për sëri, kur... Unë grita dhe i thash ati zotrit. Thash zotrit, ne historinë se harrojmë, as do të harrojmë pur. Se po e harrum historinë, as unë, as ju, as kush për e lesh nuk do di të shkojnë në shpinë e vetë. Sepse po e harrum të kaluarën, nuk di mas ku e kemë shpinë, ako pa të shpinë. Kështu që ne historisë du të harrojnë, edhe pse është e hidhur, të vërtetet popullit tonë s'du të jam shefin, edhe pse është e hidhur. Po, unë besoj se me që s'kanë arritur deri tash na korruptojnë, as me baklava, as me kur gjë tjetër, besoj se do të metemi të tillë dhe besoni që nuk ka pak, nuk jemi pak. Ka plot. Ka plot të tjerë që mendojnë shtu si ne po s'din t'i thonë. Kur unë ju flas atyre thënë, më keq fry bre pas. Ke folim keq fry. Do me thonë, e me do në atë punë, po nuk di si ta thonë. Po, zë dhe maqi. E besëm të gjithë në fakta, dhe prandaj jemi të lumtur, jemi sa më shumë për të folur shqip. është frymëzues, zë dhe maqi. Ta shti mi kujtoj shumë ide që duhet. Po, zona dalë emisioni, pastaj. Bëjmë pak pushime dhe rikthehemi me njerë në pjesën e dytë për të folur për zgjedhjet e shqiptarëve. Në fakt tema ishte pse shqiptarët i pëlqejnë zgjedhjet, por për të qenë më neutrale, për të mos vendosur ne me njerë me pikpyetje pikë çuditëse, zgjodhëm të shkruajmë zgjedhjet e shqiptarëve. Fushata elektorale në Maqedoni brenda blokut politik shqiptar po zhvillohet mjaft e qetë. Liderët e partive politike nuk po përdorin fyerje apo nënçmime për kundërshtarët politik. Për 2 javë me radhë, politikanët po prezantojnë para qytetarëve platformat politike dhe po kërkojnë votat e tyre më 5 qershor për një jetë më të mirë. Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, kërkon mbështetjen e shqiptarëve të Maqedonisë për të zbatuar deri në fund marrëveshjen e Ohrit, që nga opozita është shpallur jo funksionale pasi afati për rumbullaksimin e të njëjtës ka skaduar 5 vite më parë. Të votosh për Bashkimin Demokratik do të thotë të votosh për një të nesërme më të mirë, do të thotë të votosh për një arsim më të mirë, do të thotë të votosh për shërbime më të mira të administratës. Nuk është mirë të mohohet marrëveshja paqësore e Ohrit. Marrëveshja paqësore e Ohrit është dokument ndërkombëtar. Ndryshe nga fushatat e mëparshme parazgjedhore ku patriotizmi zinte vendin kryesor në përtubimet elektorale, në këtë fushat partitë shqiptare flasin edhe për çështje ekonomike. Platforma politike e Partisë Demokratike Shqiptare në opozit parasheh një pakt të ri me Maqedonasit për të siguruar më shumë të drejta për shqiptarët. Kreu i kësaj partie Menduthaçi premton barazimin e shqiptarëve me Maqedonasit në vendimarrje dhe ndarjen e buxhetit në mënyrë të barabartë për 2 komunitetet më të mëdha që jetojnë në Maqedoni. Nuk i pranojmë më vendimet e këtij parlamenti që gjithherë do të ketë 2/3 e maqedonëve. Do të kemi senatin ku do kemi përfaqësuar 20 senatorë shqiptarë dhe 20 maqedonë. Vendimarrja me konsenzus. Aspekti i dytë është buxheti i shtetit.
i cili krijohet prej tatimeve dhe mjetëve që në i marrin neve, mbi 35% duhet të kthejë shqiptarëve. Ai buxhet është mbi 1 miliard euro. Edhe parti tjera shqiptare të opozitës Rilindja Demokratike Kombëtare dhe Demokracia e Re kërkojnë votën duke premtuar avancimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoni si në aspektin politik ashtu edhe në atë ekonomik. Ofrojmë mbi 50.000 vende të reja të punës. 50.000 edhe për ata të cilët kanë kryer shkollën e mesme, edhe për ata të cilët kryejnë fakultet. Dhe ofrojmë 2 miliard euro investime në trojet shqiptare. Këto zgjedhje kanë rëndësi të veçantë edhe për një arsye tjetër. Qeveria aktuale e ka futur vendin në një borxh ekstrem. Nga 2,3 miliard euro borxh ka arrit në 4,6 miliard euro borxh. Maqedonia tashmë i afrohet Greqisë në kuptim të bankrotit fiskal. Ky problem është një nga problemet kryesore dhe ne për këtë problem do të kërkojmë përgjegjësi konkrete nga ato të cilët e sollën vendin në këtë drejtë. Partitë shqiptare në Maqedoni thonë se përfshirjen e tyre në qeverinë e re do ta kushtëzojnë me marrëveshje paraprake me Partinë Maqedonase, që edhe premtimet e tyre të dhëna para elektoratit të jenë pjesë e programit të punës së qeverisë së re. Analistët vlerësojnë se premtimet e partive shqiptare janë më tepër dëshira se sa mundësi reale. Dhe rikthehemi në pjesën e dytë të Shqip në Top Channel me zgjedhjet e shqiptarëve. Në datën 5 qershor janë zgjedhjet në Maqedoni. Para disa javësh në këtë studio, ndërsa flisim për zgjedhjet në Tiranë dhe prisim rezultatin me ditë, zoti Pajtim Bello u shpreh se do të marrin zgjedhjet në Maqedoni e ne nuk do kemi në Tiranë. Para se të flasim për këto zgjedhjet në Tiranë, unë në Maqedoni do doja të ndaloja vetëm një javë më pas, vetëm të dielën tjetër. Zgjedhjet në Maqedoni më së miri e shpjegojnë një të keqe të politikës shqiptare. Politika shqiptare lufton për pushtet, po jo për shtet. Politika shqiptare ta jep shtetin, po nuk ta jep pushtetin. E rënon shtetin, po nuk e rënon pushtetin, edhe mbahet aty. Këtë më së miri e shpjegojmë ne shqiptarët e Maqedonisë. Pse? Nëse e ndiqni këtë fushat parazgjedhore, edhe nga gjitha zgjedhjet do të thoja që mbahen në botën shqiptare, zgjedhjet në Maqedoni janë më absurde. Sepse në Kosovë, në Shqipëri e ka elementin luftojnë për pushtet. Shtetin u amban tjerët, njeni lavdrot me NATO, në tjetër thotë tu është u leksi, sa e që ka. Mirë, por në Maqedoni këto zgjedhje janë absurde, nga që ne shqiptarët nuk kemi shtet. Edhe atje ne luftojmë vetëm për pushtet. Pastaj, jeni sinqert pak të në thoni se këtë ata nuk e thonë këtë, ata nuk e thonë, se ju kur i thoni Ali Ahmetit shtu, që shini zoti, me cilat para u ndërtuan përmendoret në Shkup, në qendër të Shkupit. A i thot, po edhe ne kemi ndërtuar përmendoret të luftarëve të ranë në luftë. Mirë, po nuk shpjegon diçka tjetër. Përmendoret e luftarëve që janë ndërtuar në përfshatët shqiptarë, gjitha janë finansuar nga shqiptarët. A përmendoret e Gruevskit i finansojnë edhe shqiptarët, edhe del puna. Që shqiptari i Maqedonisë paguan 2 haraçe. Një e paguan për shqiptarin, ta mbroj shqiptarin, edhe një ta mbroj maqedonizmin e Gruevskit. Dhe tërë këtë, edhe tani, e dini pse kanë ndërprej me parulla patriotike? Sepse nuk kanë ma dhe që të ofrojnë, sepse e shojnë që nuk kanë shtet. E luftoni ju për pushtet. Edhe absurdi shkon tutje. Gjitha partitë shqiptare thonë, tani nëse e pyetni ju cilën do lider partijak, se me cilën do të bashkëpunosh nga partitë maqedonese kur përfundojnë zgjedhjet, thotë ne do respektojmë vullnetin e popullit maqedonas, partia që do të fitojnë më shumë vota. Mirë, po ju nëse i thoni Ali Ahmetit atë, pse s'bashkëpunon me partinë shqiptare që ka 70.000 vota? Pse se respekton vullnetin e shqiptarit? Ata e kanë kaluar këtë, do me thënë, vullneti i shqiptarit nuk është me rëndësi për ata. Edhe që është më e panatyshme që ta dëshmoj se duan pushtet, po s'kan lidhje me sundimin e shtetit, do ta dëshmoj nëpërmjet të një shembull shumë të thjeshtë. Ti për shembull, gjithë ata komunikojnë pa asnjëfar problemi me partitë maqedonase.
bile edhe me vëmëron, që ka elemente që në thelb, në gjenin e saj e ka anti-shqiptarin, nuk kanë ku një farë problemit të bëjnë qeverit përbashkët. Mes vete shumë vështirë, sepse qëllimi është pushteti, jo shteti, sepse si kur të ishte qëllimi ta ke shtetin, shqiptarët do të bënin diçka tjetër në këto zgjedhje. Ato do të bënin parlamentin shqiptar, do të uleshin gjitha partit, si zotria atje diku, do të thonin ne jemi këtu. Edhe me ju do të ulemi të bisedojmë. Si do të ndatë buxheti i shtetit, si do të ndatë në mënyrë të paritetit pozitat kontrolli institucioneve shtetërore. Mirë po kjo nuk ju duhet, e dini pse s'ju duhet. Se për vazalizëm mjafton kaq. Shkoni te zotniu, te sunduesi, e bëni pazarin, sa do të kushtoj shërbimi që do t'ja jepni, knaqet atje, edhe të vite e fundit që mendoj që prapë është problem mbar shqiptar. Partit shqiptare janë kompanit më profitabile që i ka bota shqiptare. Asgjë si partit shqiptare s'mund t'ju bëjnë profesor për 2 ditë, doktor shkencësh për 3 muaj, rektor universiteti, edhe pse me pyet Ismail Kadare kush është ai të pyet ku luan futboll në këtij niveli. Askush s'mund të bëj aq shpesh të pasur sa partitë politike. Edhe normalisht i riu këtë sheh, andaj neve na zhduken ku i keni gjeneratat e shkrimtarëve të ri askund. Pse? Sa ai e sheh kush të bën shpejt edhe mirë atë. Mirë po gjithë kjo tregon diçka tjetër. Çdo kund në botë, pakica sundon me shumicën. Sepse askund në botë votuesit nuk dalin mbi 60%. Edhe bën qeveri rëndom partia që ka marrë 20%. Që do me thënë, mirë po çka ka bota që ne nuk e kemi? Kjo pjesa, kjo shumica që nuk merret me votime, ajo funksionon nëpërmjet shoqatave jo qeveritare, nëpërmjet shoqatave të shkrimtarëve, ato gjitha janë nxëshme. Edhe në botë nuk e sundon shtetin vetëm partia që është në pushtet, po e sundojnë edhe gjitha këto, e sundojnë edhe atë që foli Baca, edhe mediat, e sundojnë edhe shoqata e shkrimtarëve në pjesën e vet. Ku i kemi në organizatat qytetare? I kemi në për partit, apo janë si dek partive që për një kohë, ku e keni ju mjaftin, ku e keni zgjohur? Janë filiale të partive, mirë po për një kohë shërbejnë për diçka. Do të thotë, shoqëria shqiptare nuk është e kompletuar. Ne, më i keqja që u ndodhi gjitha Shqipërive tona, është që çdo gjë mbeti në duar të politikanëve. Nuk mundet bota pa politikanë të merrem me vesh. Mirë po shumë tragjike kur çdo gjë mbetet në duart e politikanëve. Është edhe tragjike nëse kjo botë mbetet edhe në duart e mjekëve se do të eksperimentojnë me njerëzit. Është tragjike kjo botë të mbetet vetëm në duart e shkrimtarëve se ato janë plot emocione, ndonjëherë emocione e truni nuk korrespondojnë mirë. E duhet të them, ne duhet ta depolitizojmë shoqërinë shqiptare, kudo që është. Duhet ta bëjmë atë, t'ja marrim disa ingerencë që i kanë marrë në duara, nuk u takojnë atyne. Nuk i takon shkrimtarit, për shembull, nuk i takon cili do kryetar partia ai të vendose për shoqatën e shkrimtarëve, për atë se cili do të jetë kirurgu më i mirë. A sot në shoqërinë shqiptare, te ne në Maqedoni, kur ndrohet një parti edhe ndrohet prej pastruesit të shkollës deri te drejtori i shkollës, ku e kemi atë në botë? Atë nuk e bëjnë bile edhe bashkëtetasit e mi Maqedona, sepse janë aq kujdesshëm se ajo nuk bëhet ashtu. Universiteti i Tetovës është si dek patriarke i BDI-s. Këtë e din edhe zogjt, e del që këtë nuk e din vetëm kryetari i partisë. Ne gjithë tjerët e din, vetëm ai nuk e din. Edhe, kështu që këto janë disa probleme të cilat duhet zgjidhur, edhe ne nuk e kemi mendimin kritik. Mendimi kritik është ky, që vetëm e ngjyros Shqipërinë në roz edhe në blu, mirë po, nëse ja keni vuro në Shqipëri, nuk përmendet ma populli shqiptar. Përmendet populli opozitar edhe populli pozitar. Do me thanë, ne nuk na intereson populli tjetër. Do me thanë, populli Shqipërisë ja fshin ngjyrën kuqezi, ajo bë blu edhe roz. Edhe s'keni popull shqiptar në Shqipëri kur ndëgjoni nëpër media. Keni popullin opozitar me cilën burret njëri, edhe popullin pozitar me cilën burret tjetri. E njëjta ndodh atje, edhe jashtë unë pse flas për Shqipërinë. Një herë përgjithmonë duhet kuptuar, Shqipëria nuk ka vetëm obligime ndaj Shqipërisë. Ajo ka obligime edhe ndaj neve që na ka lënë atje ku jemi. Edhe herë, ajo që ndodh këtu, ne paguajmë më çmim të madh se ju.
Sepse kur e keti një Shqipëri që një vit që i numëron zgjedhjet parlamentare prej 2019, edhe tashti këto di numëroj deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ju mund ta merrni me mend se ç'bën me Mu Gruevski, sepse ai nuk të përfill, se ai e din që ti ke një mëmëdhe që të poshtron në fundit në vend që njëherë i mëmëdheu yt të poshtron, e që mund të presësh për tjerë. Andaj unë nuk jam edhe për atë që ne gjithmonë ankohemi të tjerët. Shini, ndonjëherë duke folur për të tjerët ne tregojmë se cilët jemi ne. Nuk mundet tjeti, po sa që është ajo më është bë edhe në përmasat të asaj të neveritshmes në Macedoni. Macedon nuk në alanë, Macedon. Shini, ta kesh forcën 30%, e të ankohesh, se një popull 1.200.000 mund të ta bëj atë që të bërë. Ti më shumë të regon se sa i pa aftje ti, se edhe i arrita që i leja. Edhe kështu që ne shumë qka është në kufi me absurdin. Absurdi me të vërtet nuk shpjegohet, të bile absurdi nuk pranon as fakte. Absurdi pranon vetëm se këtë kur u aflet politikanëve të Macedonisë, ata të thonë, po do të shkojmë në NATO edhe në BE. Mirë, po në NATO edhe në BE do të shkojmë. Mirë, po do të shkojmë pas 15 viteve, kur ai do të mi vjedh mu nga 500 milion euro në vit, do me thënë 7 miliardë e gjysë, unë do t'jem në humbje. Këto nuk t'i kthen NATO-ja dhe Bashkimi Evropian. Sa shtë në këthe unë, zoti Gulli? Kimi dha një tablot plot, jo vetëm për Macedonin, për gjithë së mundi e shqiptarë. Po më kujtoj një thënie të Nolit, hapi emisionin. Kur flet, si që flet aji për herojnë tonë, komentarit, duhet të vdes një kalorë si Miri Skënderbeut, nuk harron të i thot të vërtetët. Në një vënd, kur ndronë fe për herë tretë Skënderbeut, se ashtu i duhet, thot, si shqiptari mirë, thot, Skënderbeu ndroj fe dhe për herën e tretë, se i duhet. Kështu që ne si shqiptarë të mirë, po atë probleme kemi dhe këtu, bile nga njëherë, kur shojmë që ju jeni pa probleme, ju japim i pjesë nga tonë. Për para se të shpreh mendimin tim për zgjedhjet, që është dhe thelbi emision, mu kujtua një shkrimtar, rus i kohës rinis time, thështë e një gjithë bukurën, mos ki frik nga armiku. E shumë ta që mund të bëjsh dhe të vrasë, të gjithë do vdesim, sepse merë aqë të rëndë. Mos ki frik nga miku. E shumë ta që të bëj, të trahtoj, thotë. Do arrohet dhe ajo se njerëzit e trahtoj. Të me rohu nga ata në sytë të cilëve bënd gjitha krimet e kësaj bote dhe nuk lëvizin qapallë, nga indiferentët. Pse e them këtë? Shumica e tyre që janë paguar për intelektual në Shqipëri, o kanë qënë pushtet lëvdues, ose tifozë pushtetit, ose me që kanë parë të pamundur të ndryshojnë gjërat, janë indiferentë. Mua më duket se ka ardhur koha që edhe ata tifozët t'i hapin syrit më mirë, se kemi nevojë për shtet, jo për pushtet, edhe indiferentët të lëvizin nga vendi. Tani të vim tek zgjedhjet shqiptare. Që përfshin edhe indiferentët, edhe intelektualët, edhe jo qytetarët. Ne kemi një gjë të habitshme në gjithë vendet e zhvilluara, ato që quajtet ju elita, ato i drejtojnë gjërat, përfshirë dhe shtetit. Tek ne, një sy jo shumë i vëmendshëm, qoftë dhe kalimtar, e shef që populli është më përpara se ata që thonë jemi udhëheqës. Ata këtë thonë në 4 fjalë 3 i kanë unë, po halli është se populli është më përpara se ata. Pse e them këtë? Ne bëm zgjedhjet e fundit, siç kemi bërë 20 vjet zgjedhje, po për mua nuk janë zgjedhje, janë regjistrime. Cili është me i zoti nga komandantët, merr kutinë e pastaj thotë si të vëllë. Megjithatë tani, me që e kemi bërë bozë këtë punë, në zgjedhjet e fundit, nuk i shpëtuam dot atyre fushatave, vendi më i varfër i kontinentit, fushatat i kemi si Amerika miliardere. Populli vetë e voton sikur ka 100 vjet antar i Bashkimit Evropian përpara se të krijohej Bashkimi Evropian, do të thonë veprojnë me qytetari, hedhin votën, pushtetarët e bëjnë kaçamakun si në bregun e Fildisht, pastaj sikur janë afrikanë, kemi marrë me qira për të na udhëhequr pushtetin. Pse e them këtë? Po shkonin mrekulli zgjedhjet, shqyr që s'pati trazira, me pak incidente, ato janë të zakonshme për
mesdetarët edhe në vënde më të zhvilluara se ne, se është klimë nxehtë, gjaki nxehtë. Ne po jemi edhe të gjithë të prej për komandante dhe pati ca fërkime. I harruam ato se dita e zgjedhjeve që vërtet dita qetë. Mi për nuk rrinë do të qetë ata që e din që i do populli shumë. I ndryshojnë rregullat e lojës në fund të lojës, kur i detyruam të bëhen numërues vagonash edhe ambasadorët e huaj. Përveshën më nga dhe ata shkretë për të votuar, për të numëruar votat, të rënatën me ne, në fund thanë shqyqyrë që u dollën votat ikën. Jo, thanë brigadierë e pushtetit, pse? To kemi një shtes loje, që do të shohun se si bëhet. Edhe del një derzje punëzi, që për mua unë se marrëvesh se ku e gjën ato, ajo është patrupsi, nuk është kur ajo, a i kujton, është aq mediokër. Një që kanë vënë në një komision zgjedhor për kryetar, është aq i kapur derziu, sa të vjen keq për të, se a i citon Stalinin për para shqiptarëve që kanë vuajtur 50 vjet nga stalinizmi, si kur citon Lincolnin. Edhe bën haptas dhe duke qeshur, thot, ore, nuk ka rëndësi, u thot në sytë media, në Komision Qendror Zgjedhje, kryetari. Nuk ka rëndësi se kush voton, thot, rëndësi ka kush numëron. Ai s'ka nevojë ti bësh hetime. Ai ka shkelur 17 nëne të kodit zgjedhor, 5 nëne të procedurës penale, 2 nëne të kushtetutës, dhe u thot shqiptarëve që jam unë që numëroj, ç'keni që bëre merak. Atëherë gjithë këtë punë që populli e bëri për bukuri, që të gjithë ndërkombëtarët na thanë shqyqyrë që më në fund arritët deri te pragu. Pse e prishim tek pragu? Zonja që drejton tha, mirë problemet që i njohim, po si do t'ju zgjidhim, se problemet ju ndihmojnë ata që kanë pushtetin, i zgjidhin ata si Shleverdis. Atje te Baca, vërtet ka probleme, po dhe pushtetin atje, figurant janë në shqiptarët dhe atje. Po ne që e kemi tamam, ne mos jemi figurant dhe ne, nga njeri u mendojmë, po mos e kemi dhe ne këtu pushtetin me rënjë një historia policore. Se që shkjo kujezës? Nuk pajtohem me këtë. Jo, më falë, nuk them pajtohesh, po njeri u pyet. Unë them se ju... Treqin kanë që nuk... Po është e pa besueshme. Neve Macedonë të në thonë. Macedonë mua shpesh më thonë, ajde këtu gjeni pengesa që ne u bëjmë të këtia. Kush në Shqipëri u a bë? Po për vëtet kush? Zotri. Që tani Baca. Mire keni përshkruar situatën. Po s'kemi arë ne këtu vetëm ta përshkruar situatën. Zgjidhje, po. Ky popull këtu na bëhet ne të japim zgjidhje. Kush mund ta zgjidh? Çka na mungon ne? Çka na mungon ne si popull, që si jemi kom? Ne na mungon klasa e vërtet kapitaliste. Klasa kapitaliste orientuar kombëtarisht. Se ata kapitalist pak si i patën, që u bën prej komunisti u bën kapitalist, ata u bën ose mafi, ose hajna, ose dallavergji. Po ku të gjejmë ata kapitalistë mira detarë? Ata kapitalistë do t'i krijoj koha. Kështu që prandaj mos u demoralizoni shumë, mos u zgënjeni shumë. Kjo koha jonë, që ju po qeshni me mua, po unë po ja u them të vërtetën që kjo do të ndodhë, jo shumë largë, do të na krijohet neve një klasë kapitaliste e vërtet. Ka gjana që do ndodhin edhe nëse ne ulemi edhe presëm 50 vitet e ardhshme, sigurisht do të ketë ndryshime. Nuk është ajo logjika e veprimit. Pritja e kjo... Se zotë Demaçi nuk ka qenë për pritjen, kur bëjë fjallë për Bashkinë e Kosovës. Jemi ne për pritje, po them që puna po vlon ato mrenda faktor sasior po mlidhen. Po Bac, je figur e mirë pritur dhe në Shqipëri dhe në Kosovë, jo, nuk është lavdrim. Po t'ja ashtu jam la, po do të bëja gjokë si ngrop për vete. Po ju njef edhe Shqipëria, edhe Kosova, edhe troje shqiptare. Bile edhe anë ne posh nga qamëria se ke zënë një havor në Saran. Neve duhet t'i ikim njerë logikës së pritje, se unë atë logikë të pritjes jam i lodhur nga jo logika. Kemi brezat e tërë që kemi humbur. Shini, neve në Maqedoni që na thonë për ta zamë, konkretisht alijame, do të presim në NATO. Pritja është humbje. Në fakt, zotit Demaçi, se kishte për pritjen e përmenda unë. Unë nuk thashun të presim. Pritjen, nuk është. Ne njeriu që e konstaton smundjen me njëherë fillon të, duhet të filloj të bëj disi kurime. Kjo s'ka bën ti. Kësa i thonë pak intelektualizëm. Ti shkon me këto analizë, ta është largë, sa që largohesh për temës. Edhe ky pak ka filluar si intelektualizëm. Pa priti njerë. Priti njerë, më leni edhe të flasë diqka. Më leni të flasë edhe më diqka. Kjo duhet të më mbroj, mu po s'më mbron kjo, ju leni ju e kështë. Problemi është këtu, që faktorët sasior
për të bërë ajkësimi cilësor, po mblidhen. Populli po shanë, populli po hungrin, populli po ishet, gjitha këto sende. Dhe kjo është përparim i madh. Gjithnjë më pak është duke u manipuluar. Përse? Sepse po bëhen manipulime as të poshtra, as të hapura, as të dhimbshme, sa që edhe ai që s'ka fare tru në kokë edhe ai po me të vërtetë me kështu shkon kjo punë. Baca të themi gjë që ta lehtësoj. Jo, mos thuaj asgjë, lëm të flasu. Kështu që nuk jam unë ai që po them të presim. Ne tash po bëjmë, po themi mos presim. Po ne si popull, si njerëz, po flitet tu për elita. Elitën e ke si e ke popullin. Mazën e qumshtit të dhisë, e ke mazën të dhisë. Njerëz që popullin shumë i mirë. Populli është përpara se elita. Kështu që po them. Ne kemi qerën përpara kuajve. Tash situata ne ashtu. Ne diçka gabojmë, ose idealizojmë popullin ose nënçmojmë elitat. Nuk mund edhe njëna edhe tjetër. Flas për fakte. Asnjërin as tjetër. Ne po e pranojmë. Fakti i zgjedhjeve, populli u shoh më mirë se elita. Ne, çka është problemi këtu? Problemi është tu që kriteri kombëtar ka munguar dhe po mungon. Ky popull po voton duke mos pasur parasysh kriterin kombëtar. Po e harron kriterin kombëtar dhe po voton edhe për 10 herë për njeriu i cili e ka mashtruar 10. E çdo të thotë kjo? Kjo do të thotë që po duhet të marrë goditje. Dhe po merr goditje, prandaj po them, goditjet janë të mira se ndryshe nuk po mësohet, po vetëm për goditje. Kështu që ka ardhur koha e fundit që gjërat kanë dalë në shesh dhe po shihen shumë mirë. Edhe këtu, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni. Çka i duan Maqedonisë 7-8 parti atje, lutem. Nëse ata e duan popullin e vet. Çka i duan Shqipërisë 30 parti këtu nëse ata e duan edhe mendojnë kombëtarisht. Çka i duan Kosovës 20 parti nëse mendojnë ata kombëtarisht. Mos ta vetë tek një komandant se na vure ferrë. Jo, s'është puna te një komandant. Po mund të bëhen 3-4 parti, po të bëhen të forta, e jo të bëhen çdo bajraktar. Ja dini zoti. Prandaj s'ka parti. A di pse ka 20 parti? Se shqiptarët kanë vetëm parti e s'kan kur gjë tjetër. Se shqiptarët se të kishin parti se lejon bajraktari Partia nuk lejon bajraktari vota shqiptare ka vetëm partia që të mundson që të bëjë. Mikun, kemë atje i the shumë intelektual dhe unë e pranoj intelektuali mirë. Po mua shpate që më the intelektual se unë jam marrë me ato analizë nuk shoh askush. Ne shqiptarët që është problemi më i madh te ne intelektual. E tore në qik gjatët punën, se që duhet bëjmë për të kthyer sasinë në cilësi. Ajo është e vjetë, më falë. Duhet të kryojmë sa më shpejt klasën e vërtet kapitalistës. Në një komunikat të Pashajt Janinës. Jo të lëmë që mafiozët e dallavergjit në bëhen kapitalist e ti qesin në kryet. Po deri tani mafiozë ke kapitalist, politikanë ke kapitalist, dhe politikani në vënd të bëjë shërbim vetë e bën biznes. Janë lidhë bashkë, prandaj po them, kapitalistët e vërtet do të bashkojnë popullin, nuk do të lënë 5-6 parti në Maqedoni, 30 parti në Shqipëri, 20 parti në Kosovë. Pse ta thash unë që tani po mbaron dhe emisioni edhe më duhet se zonja deshi t'i binim drut shkurt. Në një komunikim të dy Bonapartëve, të Bonapartit musliman të Janinës dhe të Bonapartit të madh të Korsikës, ai sekretari, si gjithë sekretarët e botës, i trëmur nga Hanxhari, shkroi madhëria e tij, Pashai i lavdishëm, veziri Janinës i drejtohet shkëlqësisë së tij perandorit të Francës, po ja lexonte Aliu. Çfarë bën ti? Po ja i tha kam shkruar këtë bjerë këtë, i tha grisë hodhi në xhak. Merri letër ti të shkruaj. Leshi ishte gati, vjerë grurin, hajde merre, Aliu, Napoleoni. Puna është këtu për 3 gjëra të sakta. Këtu duhet të heqim dorë nga lojrat e trashëgimisë, së inercisë së dikurshme. Për mua kemi 20 vjetë që tallemi me njëri tjetrin, tallim veten, jemi bërë gazi votës, nuk është kjo demokracia, ne kemi deformuar të gjitha nga fjalat tek sistemi, atëherë zotëri mirë, të erdhen zogjt në shtek, bën një qeveri teknike, qoftë dhe me bacën, po deshet marrim hua dhe ty se shqiptari, me që e kemera këtë punë, që të bëj një palë zgjedhje të reja dhe të hyj reformave nga e para. Të gjitha ato që kërkon BE-ja, edhe ato që kërkon populli. Kush të fitoj, lëvdi pas të një tjetër, një telefonat, rrofshti që fitove. O, miku im, ti flet ashtu si të kanë dhe ty, po s'është e mundën të bësh atë punë fare.
Përse? Mua më thonë qa do bëjmë, rënda e thashtë, se të pjetë njeri. Përse, zotëri? Sepse edhe këtu në Macedoni, edhe të unë në Kosovë, edhe këtu në Shqipëri, të gjithë pushtetin e kanë duke ju mbështet të hujt. Të dy opozitat, opozita, me një herë, qka del do një fjallë jashtë me njërë të ne, e dëgjohë që tha Amerika, e dëgjohë që tha këtë tjetëri, e dëgjohë që tha e tjetëri, ne kemi drejt, ju s'keni drejt, por se tjetë. Në Macedoni, edhe këta një të gjë. Në Kosovë, thonë, ka dalë, unë miku po thotë kështu, e u leksi po thotë kështu, na erë dhe filoni, na erë dhe filonja. Bëjmë edhe pak pushim dhe rikthehemi në pjesën e tretë, sepse koha ikën edhe bashkë me kohën edhe fjalët. Por pas ta kthehemi edhe një herë. Mos na thirrni neve këtu duke na kufizuar fjalë, po na thirrni prej mbrëmjes deri sabah. Po dhe jeta është e shkurtër edhe do shpejt ti marrë vendimet. Me këtë nuk kemi, vetëm i kemi prek problemet. Dinamit. Pas pak në pjesën e tretë dhe fundit të zgjedhjeve shqiptarëve. Dhe rikthehemi në pjesën e tretë të fundit të zgjedhjeve të shqiptarëve, në fakt pyetja që është e rëndësishme për çdo që është duke na ndjekur është se si do të përfundojë në fakt ky çast kur jemi duke pritur vendimin e kolegjit. Edhe shumë pak naiv ka që besojnë se vërtet vendimi do të jetë i kolegjit, vendimi do të jetë i drejtësisë. Shumë kush mendon se ky është një vendim thellësisht politik i cili është në varësi të kryeministrit të vendit, edhe kreut të Aleancës Qytetarëve zoti Sali Berisha dhe shefit të opozitës dhe kreut të Aleancës për të ardhmen zoti Edi Rama. Nga mënyra se si do të zgjidhet ky çast, ky moment, ky problem, në këtë mënyrë do të vijojnë edhe gjërat për vite të tëra në Shqipëri, por jo vetëm në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe kudo ka shqiptar. Ky është një moment vërtet i rëndësishëm në jetën politike dhe qytetare të shqiptarëve kudo janë. Dhe secili mund të bëjë propozimin e vet. Ne her pas here do të mundohemi të sillim në studio, jo i thjesht njerëz që flasin në mënyrë juridike dhe teknike, por njerëz që i premtojnë dhe sugjerojnë dhe i frymëzojnë zgjidhje Shqipërisë, kudo ajo është. Do të ndemaçi ju në njëri prej tyre, prandaj do kemi ftuar sonte. Unë flas hapur. Më dhem zemra që duhet ta them të vërtetën. Po në qoftë se në Shqipëri më pari, në Kosovë dyti, në Maqedoni treti, atje në Malzi ku i kemi edhe atje do parti. Në qoftë se nuk kthehen njerëzit, populli, edhe këta që i ka zgjedhur populli, nuk kthehen të mendojnë e të veprojnë e të punojnë shqiptarisht, të punojnë kombëtarisht, e t'i lënë këto zënka, këto egoizma, këto interese të ngushta, këto lidhje me mafien, me hajna, me kriminele, me të tjerë. Edhe Shqipëria. Si do t'i lënë me dëshirë? Jo, t'i lënë me dëshirë, për ndryshe s'ka. Për ndryshe do të krijohet nga Shqipëria, nga Kosova, nga pjesa shqiptare e Maqedonisë, do të krijohet një knetishte e cila do të kërkoj pastaj punë që të hapet uji që të ecë ajo knetishte. Këta çka po bëjnë që janë në pushtet, në krejt hapësirën shqiptare, pa dallim. Këta janë shndruar në një lëmashk i cili e ka mbluar knetën edhe ka rrezik që ai lëmashk të stabilizohet dhe të mund të marrë frymë njerëzit. Kështu që është momenti i fundit që t'i mshojnë një vijë edhe të hapet të ecë uji duke dhënë shembullin konkret. Unë mendoj, as s'ka fitue Edi Rama, çfarë fitore është ai me 10 vota? Turpër ti thot vetes që ka fituar me 10 vota. Ky tjetri me 80 vota. Çfarë fitore është kur gjysma e qytetit s'ka votuar për ty? Pas kanë votuar 80 më shumë, edhe ti tash mendon ta drejtosh qytetin. Turpër kjo. Tu duhet bën përsëri zgjedhje. Populli nëse don kështu të votojë, atë le të votojë 100 herë. Po, le të përcaktohet. A për këta, a për ata. Jo ta qes punën me 10 vota, me 80 vota, me 100 vota atjera. Kjo është turp. Kështu nuk ban. Në Kosovë duhet të ndrohet sistemi i votimit krejtësisht. Të njëjtit votojnë, të njëjtit numërojnë, të njëjtit i bëjnë letrat për të ku ke pat. Esa kërkunis. Këta këtu, çka bëjnë këta? 5-6 parti, 7-8 parti, mendojnë se me parti do t'i mundin ata. Jo, se Maqedoni do t'i përçaj, edhe ka arrit t'i përçaj. Për çka? Vetëm për intereset e tyre. E kanë harruar kombin, e kanë harruar këtë. Po kanë harruar dhe fatkeqësisht edhe këta në Shqipëri.
Kanë harruar se ka Kom, se ka Kosovë, se ka Shqiptarë Macedoni, se ka Qam atje, ku janë, kanë harruar fare. Do më thënë e kanë harruar, e kanë hedhur poshtë atë kriterin kombëtar që po thamë. Këtu është pra, të kthehet kriteri kombëtar me vepër, jo me fjalë. Hava. Unë mendoj se njëherë nuk jam nga ata që e idealizoj popullin. Unë mendoj se jo vetëm partit që duan pushtete, nuk mendojnë për shtet, po edhe populli bashkë shumica ajo që del të votoj, ajo voton për pushtet, jo për shtet. Pse theksoj këtë? Ai që voton me vedien e shtetit, për atin më të rëndësishme institucionet se njerëzit që ju udhëheqin institucionet. Pastaj, nga vjen kjo? Kjo vjen shkaku i kësaj, se te ne mund të jesh fitues edhe me një vot. Edhe kjo të ban fitues. Mirë po kjo të çon ta respektosh vullnetin tjetër të atij populli. Te ne çfarë ndodh? Fituesi e respekton vetëm vullnetin e asaj pjese që atë e ka votuar. Kjo s'është demokraci. Kjo është feudalizëm. Edhe këtu qëndron problemi. Edhe këtu duhet edukuar, mos them, edhe popullin ton, edhe atë vetdien votuese, pajtoj me Bacënadem që edhe vetdia kombëtare gjithmonë shkon bashku. Mirë, por nëse se keni këtë, edhe prandaj unë aty kur e thash atë që jemi popull kushtimisht, edhe duhet kuptojmë drejt, jo institucional. Ne nuk kemi pas mundësi si popull tjerë që të krijojmë ndjesi edhe ndaj institucionit. Unë do t'jem ndoshta i ashpër, shqiptarët edhe nuk kanë aq ndjesi edhe, si them, ndaj shtetit, sepse shqiptarit mund t'i thuaj që Shqipëria është pleha i nuk ofendohet. Ati një Gjermani, s'uni thuaj që Gjermania është pleh. S'uni thuaj se ai e ka edhe ndjenjën ndaj shtetit, ati s'uni ashajsh presidentin i cilës do partije qoftë, se ai e sheh institucionin, jo kimin që vjen. Mirë, po pse vjen ky zhvlerësim te ne, që ne nuk përfillim asgjë? Sepse ne nuk janë prezentuesit e shqiptarisë ata që i kemi. Unë atje në Macedoni i kam disa që në kooperativë bujqësore nuk do i kisha punësuar. Për shembull, ai keni Zavens kryeministër. Nuk është ai prezentuesi i popullit tim. Mirë, po partitë tona bën s'bën zgjedhje të ndershme, prandaj nuk prezantohesh nga ata që meriton. Edhe do ta them edhe një fjali. Ju vetëm shinja këtë. Populli shqiptar kudo që është, ma të rregull dhe i ka pas zgjedhjet e para. Pse ishte entuziazmi për shtetin, ta bëjmë shtetin. Pastaj, ndiqnja ju diagramin, do të shihni si që vazhdojnë zgjedhjet, gjithnjë më shumë bie edhe niveli kualitetit të politikanëve. Ne në Maqedoni, flasi profesionista që ishin, më të kualifikuar i kishim deputetët e parë. Këto tjerët, çdo arabaxhi që vendos partia e çon edhe e bën deputet edhe e bën ministër. Pse? Sepse ne duam pushtet. Unë dua pushtetin e partisë sime, se ajo më nxjerr romanet, më jep honorare të mëdha. Mu nuk më intereson shteti. Sepse, thash, a kjo ndodh shkaku e asaj, se partitë u shndruan në feud, të cilët e kanë në kontroll pjesën e vet, edhe ja ofrojnë asaj gjitha të mira. Pjesën tjetër e dënojnë. Edhe andaj edhe kjo ashpërsi në Shqipëri, me të vërtetë ajo është ashpërsi që është abnormale për një shtet normal. Pse? Sepse ju kur vini në pushtet, gjithë privilegjet i takojnë blus ose pjesës roz. Pjesa tjetër është e dënuar, edhe unë kur e di këtë, bëhem luftar më i ashpër, nuk kam kur një farë konsiderate edhe, e harroj këtë për cilën flet Bacënadem, kombëtarja, ç'është ju kur do të mbeteni pa punë. Tribalja, jo kombëtarja. Sot i Gumeni. Mua më duket se pushteti tek ne të paktën në Shqipëri, jo vetëm që është demokratik, jo vetëm që është shumë larg shtetit, po është jehon e luftës së klaseve të dikush. Dhe për të hequr nga shpina këtë jehon, se e kemi të gjithë në shpinë, për mua duhet zbatohet ligji. Më kujtohet një citat i dikurshëm, i një funksionare që të vinte ferën me një telefon të kuq. Ajo shkruan dhe dikur tek rruga partisë. Për të njëjtin krim, edhe thoshte krim plot goja, të shkruar zezë me të bardhë, për të njëjtin krim. Ati që është keq me biografi, i marrim jetë, e dënojmë me vdekje. Ati që pendohet, i japim ca vjetë, njeriun ton e falim. Kjo divizë po zbatohet nga pushtetarët tanë, dhe më të mbrojturit nga ligji, ose më shkelësit e ligjit. Ata që nuk pësojnë gjë kur shkelin ligji janë pushtetarë. Si dilet nga kriza imediate për mua? Zbatohet ligji, zotër.
Dhe që zbatohet ligji, duhet të gjithë të merrem vesh që këtë ligj që kanë miratuar të gjitha palët bashkë ta zbatojnë. Po zbatuar ligji del edhe rezultati. Ligji do të fillojë të zbatohet kur të përfundoj mundësia e vjedhjes. Fani që ju ndërhyj. Ligjin e zbaton i fuqishmi. Ai kapitalisti që do të ketë ligj, aty pajtohen pak me Bacenadem, do të ketë ligj atëherë kur do t'i kenë nga 200 qiraxhin që duhet t'i mbrojë dikush. Dhe si do zbatohet ligji realisht? Dhe një propozim konkret, zoti Maçi tha të ketë rivotim, 10-80 vota të thonë asgjë. Nuk jam dot propozime për atë punë, çdo gjë mund të bëhet. Po unë jam kundër marrëveshjeve në dëm të ligjit. Se sot bëj një marrëveshje të mirë në dëm të ligjit, nesër na vën ferrë. Ai kaçamak që u bë me kushtetutën. Ai solli në qendje. Që një punonjës si avokati popullit, që është shumë vend fisnik, shumë përgjegjësi e madhe, po nuk është kryetari i shtetit. Ai do 3/4, kurse kryetari i shtetit zgjidhet si brigadier kooperative, me një vot më shumë. Ne kishim kurse. Të na flas avokati Tragjedia e Shqipërisë nuk është tragjedia e Shqipërisë. Nuk është tragjedia e Shqipërisë, as e Tiranës. Ligji zgjedhore thot shprehimisht. Ne kemi tjetër gjë, unë nuk flas për të fuqishmën. Jo. Të fuqishmit tanë, para 2 vjetësh tanë, po u hap kutia shkelet kushtetuta. Dhe kushtetuta në mëngjes që e pasaporte socialistëve, në drek që e marr kapdis, në darkë që e shenjtë. Shqipërisë nuk i mungon kryebashkiaku i Tiranës. Shqipërisë i mungojnë institucione të besueshme. Shqipëria nuk zbaton ligjet e dashurisë. Institucione pas zbatim ligjit nuk ka. Institucionet i zbatojnë ligjet, nuk i zbaton ligjet qytetari i rëndon në rrugë. Institucioni, Shqipëria me këtë që ndodh në gjitha zgjedhjet e saj, dëshmon vetëm një gjë, që s'ka institucione të konsoliduar. Po si duan institucionet pushtetarët tanë, mos e duan bëjnë kapitalistët. Atë nuk zbatohet as ligji, as të drejtat qytetare dhe në. Institucionet duhet me i mush me njerëz. Sigurisht. Institucioni pa njerëz nuk funksionon. Ne kem pas institucionin kohën e tetizmit sa dush, po kanë qenë jo njerëzit që i kanë zonë ato institucione. Dhe na bën të Serbia çdo të mënyrë. Edhe me njerëz që nuk e lën karakterin e shtëpisë. Tek ne ka një tendencë për ritribalizimin e shoqërisë shqiptare. Edhe unë fshihem pas fakteve, nuk flas kot. Ka qenë një derzeze punëzez që e kanë bërë deputete, edhe unë nuk e marr vesh shqyr, pse u thon 30% herë, ku e din ata që 30% janë të mençura dhe 70% janë budallaqe. Vetë ajo është fyerje për gratë. Europa na shiti këtë. Më fal, lere më çdo të thotë Evropa, po të jenë 60% të zonja gratë le të vinë ato. Vetë caktimi përqindjes është fyerje për gratë. Megjithatë, ato derzeza që ka përzyer Ylberi, një ditë i shikon si meshkuj të ndërkryer, jo si gra. Edhe i thot një shkrimtari, si ti them unë zërthitëri sa tje tani, po nuk ketë turpi që mbron opozitën, i tha i edhe Veriorit. E dish do të të këtë batës që ne grim lakra kot. Unë mas më ka zënë gjumë jatë natë. Jo pse jam më patriot se të tjerës, unë jam dërma për tradhtar. Po nuk e kuptoj dot që një nën ta mendoj vendin e saj të ndarë më dysh. S'ket turp ti që mbron opozitën, shkrimtara i tjetëri. I edhe Veriorti. është në thelb, mendoj se është në thelb pajtohen plotësisht edhe tamam punë do të isha larg asaj që dikujt i shezmen. Mirë po unë mendoj se ajo që është edhe që duhet bërë me njëherë, institucionet edhe të mbushen, një shoqëri që nuk ka standarde, nuk ka asgjë. Le t'i ketë edhe standardet e gabura, mirë po le dihet se si vlerësohet njeriu që futet në institucion. Botën nuk e përcaktojnë, nuk e ndryshojnë të zgjedhurit çdo 4 vjet, po administrata që administron shtetin, ajo e administron shtetin. Kemi 4 lloj polici dashur Kim. Po unë e di dashur polici të PD-s, polici të PS-s, polici profesioniste dhe polici militare. Është e damshme sot. Unë personalisht e mendoj, cilën do të arsyetosh nga partit politike, është njësoj e damshme edhe atë që ka në atë moment drejt, sepse këtu e drejta si vlerësohet. Nëse KQZ-ja më numron mua më nxjerr fitues, ajo është institucioni drejt. Nëse e nxjerr atë, nuk veprot kështu. Kur flet institucioni tjerët heshtin, mirë po institucione të mira dhe të mirë. E keqja jo nuk është ai thot Baca që kemi shumë parti, e keqja jo është kemi një parti të ndarë si granatë.
Ne kemi, atë unë kam thënë në një shkrim, ne funksionojmë me një mendësim, sepse ai që nuk mendon si unë është armiku im edhe duhet luftuar deri në fund. Do e mbyllim këtë emision? Jo, do e mbyllim me diçka të bukur. Më të bukur e thot Baca, më duket. Jo, Më të bukur do e thot Baca. Ne kur s'kemi qenë më mirë edhe nderuar ta mbellësh. Shi, Rudina, do e them të mirën. Ne kur s'kemi qenë më mirë nga vetë fakti që këtu flasim 3 veta nga 3 Shqipërit tona. Edhe ne duhet t'i gëzohemi kësaj, nuk duhet të jemi mohues. Mirë po unë edhe kur jam kritik, unë gjithmonë atë ëndrrën që e shija në ëndrrë në Beograd, se si mund të vinë në Tiranë edhe prej mëngjesi deri në mbrëmje të më thonë mirë dita, mirë mëngjes, u realizua. Mirë po mua më irriton, pse nuk e bëjmë të mundshmen? Unë nuk kërkoj të pa mundshmen. Unë jam realist, unë e kërkojnë Maqedoni të mundshme. Them lidhën e bevlezër, edhe qoni këta le të vinë le t'ju lusin, pasi e dini, se nuk mund Maqedonia të ketë qeveri legjitime pa shqiptarët. Pse vraponi atje? Pse vraponi atje? Le në këshillin, le mos jetë këshill, le t'jetë një koordinim i thjesht i partive edhe le të vjen një lidhje. Ti të mira do vinë atëherë. Jo, po. Ato kanë ardhur për të më të mirat le të vinë. Jo, që të vinë për të gjithë shqiptarët, vetëm ata që vinë në pushtet. Ju ndiheni këtej. Ne edhe si kur tulemi të rrim do të vinë. Edhe ky populli im ka qenë në gjendje të befasoj për të mirë shpeshherë në histori. Atëherë kur s'ka prit kush që ne mund të bëjmë luftë kundër Serbisë, populli im e ka bërë luftë. Edhe bota është angazhuar të ka tu nuk mund të lejojmë ne të vritë ke shqiptarë, të vritë ke shqiptarë. Është përzirë bota. Pa atë luftën tonë, zë të përzirë askush. Dhe më në ishte populli aj që e bëri atë farë befasie. Se sa për elitën e për këta dalëve dhe gjithë tjetë, Sërbinë sot do të kishim atyne. Mos përzite me atërë asë në për elitët tonë. Pra ndaj po them, unë kam besim të matë të popullim, kur po them një krejtë shqiptarët ku do që janë, unë besoj që edhe këtu do të gjinë zgjidhja, edhe të ju do të gjinë zgjidhja, se ka ardhur deri aty ku shkohet më tutje. Nuk shkohet më tutje kështu. Apo nuk e mbyllim do të mirë bashkë? Unë nuk mund të them gjëra më të mira se Baca, jam plotësisht dakord me. Thuaj se ma bën qefin. Jo vetëm për të bërë qefin, po edhe përsërit diçka nga Baca. Sa i zymë të vetë, sa të lëshoj fjalë të zymta edhe në fund të emisionit nuk shkon se na zemërohet dhe moderatori. Jo, nuk zemëroj. Unë jam gjithë një për ato që po të zbatohen dhe ato pak ligje që kemi. Mund të gjenë zgjidhja. Dhe me të gjitha, me dëshirë të mirë bëhen të gjitha gjërat. Pa dëshirë të mirë nuk realizohet asgjë, atëre do detyrohen të huaj të na zënë përveshi pushtetarët tanë, ti thonë rri me një këmbë, ti rri me të dy, ato gjëra së pëlqejnë, unë duhet i bëjnë vesh shqiptarë. Edhe vetë do t'i bëjnë me sa duket, andaj edhe ne ju jeni bashkë në këtë emision. S'ka shtek tjetër, shqiptarë duhet të shkojnë për para. Shqiptarë duhet të bëj, sinqerisht e them këtë, edhe sigur nesër mos jem Top Channel, këtë që e bëri Top Channel, si u bë Top Channel, pasi arriti fazën e parë. A i filloj të bashkoj, të them, ato disa vlera gjithë shqiptare, edhe bën lajme për gjithë shqiptarët, bën spektakle për gjithë shqiptarët. Ne nuk e bëjmë atë në sfera tjera, atë nuk e bëjnë shkrimtarët, nuk e bëjnë gazetarët, nuk e bëjnë shoqatat e kirurgëve, nuk e bëjnë. Nuk e bëjnë se çdo njeri do në principatën e vetë. Aty e ka partinë e vetë, aty e ka kryetarin e vetë që ja shërben të gjithë. Me dëshirë të mirë dhe pa xhelozi. Edhe do doja ta mbyllja këtë emision në fakt me disa fjalë të një gazetari të njohur amerikan, të gjithë e njihni, është Thomas Friedman, i cili tregoi pse shkroi librin, një libër shumë të shitur, botuar edhe në shqip madje, e nxehtë e sheshtë dhe mbi populluar. Është një libër i cili flet për problemet e tokës edhe për mënyrën se si gjendet zgjidhja. Për të treguar pse e shkroi këtë libër, Friedman huazoi shprehjen: nëse je duke menduar për një problem dhe kërkon zgjidhjen, mos mendo se rezultatin do ta shohësh nesër. Ndiko mbi klimën e opinionit publik dhe gjërat nga të pakonceptueshme do të bëhen të paevitueshme. Kështu që edhe çështja e zgjidhjes së bashkisë që ne kërkojmë, nuk do zgjidhen mbas të hënën tjetër, por ne do të kemi një zgjidhje së shpejti, sa më shumë të flasim për to. Andaj është e nderuar që ju kisha sot edhe u thuat për të ardhur në Shqipëri dhe për të ardhur në Shqipëri. Zoti Demaçi, zoti Mehmeti, edhe gjithashtu zoti Gumeni, se udhtim është edhe nga Tirana në Tiranë. Është udhtim. Vetëm tjetër herë mos na shkurto kohën edhe na vënë në lidhje me publikun. Do ta ndryshojmë edhe këtë në emisione të tjera. Pse do të ndryshojmë ta ndryshojmë këtë popull, duhet t'i ndryshojmë edhe emision. Patjetër, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Duhet ta shtim popullin në lojë, të shohim çfarë po thotë ai, çfarë po mendon ai. Faleminderit. Ne s'po dim çfarë po mendon ai ata. Faleminderit. Me siguri janë duke menduar se çfarë do na e thonë në një emision tjetër. Në bazë të mendimit të tyre edhe ne zgjedhim të ftuarit në këtë emisione. Kënaqësi që ishim bashkë ndëruar të shikues, mirë takoshim të hënën tjetër.